Të vazhdoj fjalën, ju lutem lejoni kolegut të mbaroj fjalën. Dhe të krijuara me ligj, mos e ngatroni kekun me byrekun. Se ndryshe do bëni këto gabime që bëni këtu. Tani çështjen e tërheqjes firmave në datën 5 e sqaruam, bie ndesh me kushtetutën. Tani keni pretendim tjetër? Keni pretendim tjetër se thoni sot këtu duhet konsensus politik. Po konsensin u adham ne. U asollëm listën me kandidatët me 17 deri me 2 dhe ju tham. Kryetari i grupit parlamentar i autorizuar nga kjo majorancë doli dhe tha: në 26 emra mlidhni firmat për këtë doni se ne nuk do të mbështesim asnjë kandidat me firmë. Çfarë doni ju tani? Konsensusi arrihet me firmë dhe me vot. Me firmë u adham ju, me vot është sot. Tani ju thoni, jo, jemi tërhequr, ne se jemi bërë pishman se nuk e votojmë në këtë listë lepurin e Surelit. Më falni, unë në këtë listë nuk di kush është as lepuri i Surelit, as uji i Kucërikut. Më falni. Unë sot nga kjo sallë dua të falenderoj të 26 kandidatët që u bën pjesë e kësaj gare për të konkurruar për pozicionin vakant të avokatit popullit, që nuk është edhe s'duhet të jetë as i majorancës, as i opozitës, por duhet të jetë avokati popullit, sepse është institucioni më i rëndësishëm në arkitekturën kushtetuese të shtetit. Por ju e keni kthyer në vend pune. Prandaj ziheni këtu kush është lepuri i Surelit dhe kush është uji i Kucërikut. Tani, këto të 6 janë ngarë, por dhe ata të tjerët që nuk arritën të kualifikoheshin se nuk mlodhen firmat, respekt, sepse i dhanë mundësin këtij kuvendi që në turpin e vetë, pas dështimit për 1250 ditë, t'i japin Shqipërisë një avokat populli lim, sot më në fund janë në këtë garë për ta përmbyllur këtë proces. Dhe unë këtë kërkoj sot në emër të komisionit, të përmbyllet procesi me vot, mund të rëzohen të 6 kandidaturat, të hapet prapë procesi. Por ky proces do duhet ta ketë një fund, sepse e keni kthyer avokatin e popullit nga një institucion kushtetues në një vend pune. Se kush ta marrë nga opozita këtë vend pune, a thu këtu shpëton opozita. Tani, unë, zoti kryetari i kuvendit, të nderuar koleg, kërkoj të përmbyllet ky proces dhe të votohet raporti i komisionit për çështjet ligjore dhe administratën publike dhe të vazhdohet me fazën e fundit që është votimi. Pastaj, me vot le të vendosin deputetët. Nuk e doni ju një kandidat, e keni mundësinë, rrini në sallë, jepni votën kundra. Është to mundësia. Tani thoni, shikoni që thoni tani. Tash bëjmë procesin, thoni ju. Tash kelim komisionin për çështjet ligjore, të lutem. Ju lutem përfundoni, zoti Manja. Të shkelim mbi votat e 9 votave pro dhe 3 kundër të një komisioni të rëndësishëm të Kuvendit të Shqipërisë dhe dalim të mbledhim firma ke kafja. Shikoni, 2 herë e kemi zgjedhur me konsensus. Një herë kur ishim ne në opozitë dhe ju në pushtet, dhe një herë kur ishim ne në pushtet dhe ju në opozit, e mbani mend, po aty fajet i ka Luli, e kemi zgjedh këtu, kur ishte as avokati popullit këtu, i kemi mbledh firmat në klub. Tani ju lutem shumë, njerë që u bë një proces, tërësisht kushtetues, ligjor, procedurial, ju kërkoni t'i ktheheni klubit. Tani ndajeni mendjen, jeni opozita e Shqipërisë apo partia e klubit. Kështu që duke mbështetur tërësisht veprimtarinë kushtetuese, ligjore, procedurale të Komisionit për çështjet ligjore dhe administratën publike, falenderim gjithë kolegëve të mi të komisionit dhe t'ju them, jeni krenar se keni zbatuar ligjin dhe vetëm ligjin. Tani, kush do, ja ku e ka sheshi. Faleminderit. Hedhim në votim kërkesën. Votimi është i hapur dhe me karton. Kush është pro kërkesës? Kush është pro kërkesës për heqjen nga renditës të pikës për zgjedhjen e avokatit të popullit? Kush është pro, ju lutem, numëroni votat pro. Vota pro. 28 vota pro. Kush është kundër?
29 vota pro.